Selam aleikum të dashur miq, ky është emisioni Dritarja e Agjëruesit, po takohemi si çdo natë dhe sonte në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Do të flasim sot me Hoxhën Faruk Lohaj, me cilin në fillim do të flasim pak për rëndësinë e namazit, sidomos në Ramazan. Ndërkohë do t'i mirpresim juve që të na telefononi për t'ju drejtuar Hoxhës me pyetje. Hoxh, nëse jemi bashkë në këtë emision. Hoxh, do doja të flasim për namazin, sepse është prej adhurimeve që veçohet më së shumti në Ramazan, sidomos përmes namazit të teravive, mirë po namazi si ritual dhe si obligim, pse trajtohet veçanërisht në Ramazan? Bismillah, alhamdulillah. Falenderojmë Allahun dhe dërgojmë salavate për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Namazi është shtylla e dytë e fesë islame. Kurse Ramazani është shtylla e katërt e fesë islame. Namazi është adhurimi më i veçantë që e bën muslimani me shpirtin e tij dhe me trupin e tij, me gjymtyrët e tij të jashtme. Që nganjëherë janë disa adhurime, por që është meditimi, përmendja e Allahut, meditimi bëhet me mendje, me shpirt, me zemër, përmendja e Allahut bëhet me gjuhë, kurse namazi bëhet me këtë trupin. Rrim kam, marrë mbi tekbire me dur, i lidhëm me dur, drejtohet me kakibla. Po, drejtohet me kakibla, pastaj shkojmë në ruku, pastaj ngritemi, pastaj shkojmë në sejdë, bëjmë sejdë me kokën, me ballin, me hundën, me dy durt, me dy gjunjt, me majt e gishtrëve të këmbëve. Domthonë në adhurim që hyn funksion krejt qenja e njeriut, krejt qenja e besimtarit. Pra është adhurim i veçantë. Namazi pastaj është adhurim i veçantë sepse në adhurime tjera, për shembull, duke qenë agjërueshëm, na flasim, ecim, edhe flejmë, pushojmë, punojmë, angazhohemi, qashtu edhe gjatë haxhit, gjatë dhënies së zakatit, kurse në namaz jemi të lidhur. U lidha namaz. E pa ta ndëgju që një herë një hoxh e kanë pyet moti, i kanë thonë pse hoxh do të më çu durt deri tek veshët. Edhe në u lidh namaz, më thonë Allahu Akbar. Ai ka thonë, kur thojmë Allahu Akbar, do të thonë, pelam botën mbrapa dhe po lidhemi ka Allahu xhalla shanu. Do të kjo e tregon se namazi është një adhurim i veçantë. Ku lidhemi ne me Allahun xhalla shanu. Pra atë namazi ka rregulla të veçanta. Do të më qenë i pastërt, me pas abdes, me qenë vendi i pastërt, me qenë trupi mbulun sipas rregullave, me qenë edhe rrobat e pastërta, me qenë edhe vend, me u kthy ka kibla, me qenë ku, e kështu me radhë. Këtë tu, domethënë e bëjnë shumë të veçantë namazin. Po sidomos në Ramazan, kur njeriu është agjërueshëm, kur njeriu përkushtohet më shumë ndaj Allahut xhalla shanuhu, ndaj adhurimeve, namazi do të jetë ai i cili neve na shtyn më fort, na motivon më fort dhe na lidh më fort me Zotin xhalla shanuhu. Prandaj namazi nuk bën të lihet në Ramazan. Unë them kështu, bujar, kushtet e islamit janë 5. E para, shqiptimi i shahadetit. E dyta, falja e namazit. E treta, dhënia e zakatit. E katërta është agjërimi i Ramazanit. Nëse bëjmë figurit të visht, një shkallë, e dyta, e treta, e katërta. Normalisht që ne jemi musliman, pa i cili nuk falet, ose nuk jep zakatin, edhe vetëm agjeron, diqysh i vjen me kësy pe shkallës të parë në shkallën e katërt. Është pak problem kjo punë.
Për atë do të më shkuren. Andaj, nuk po e përjashtoni agjërimin asëse. Për shkak të mosfaljes së namazit. Namazi i jep kuptim të plot agjërimit. Namazi i jep kuptim të plot agjërimit. Namazi na ban që na qatë lidhen shpirtërore që e kemi gjatë namazit ta mrin kulmin kur i bim edhe Allahun sejdë. Se një farë mënyrë na kur agjërojmë në të formën e jashtme, agjërimi nuk numërohet të farë pune, është lanje. E kena lanë ushqimin, e kena lanë pijet, e kena lanë ato që do të mi lanë në Ramazan. Nuk kena bon të një angazhem. E tash të mund jena në zero. Se jetu ne pa hongër e pa pi, pa ushqim. E tash, kur në Ramazan falemi, pra namazi i jep kuptim të plot, agjërimit. Kështu që në Ramazan do të përkushtohemi më shumë. Pastaj Ramazani e ka një lidhje më të veçantë me namazin ose me një namaz të veçantë, e që është namazi i teravive, namazi i natës. Është një namaz që Zoti na ka mësu përmes praktikës së pejgamberit alayhis salam, e pastaj edhe përmes praktikës së sahabëve, e ka marrë formën kështu që i falmi ne, do në kohën e Omerit radiallahu anhu. Kur ai e caktoi dikon prej Ubej ibn Kabin radiallahu anhu, që t'ju pri muslimanëve në faljen e namazit të teravive. Dhe sigurisht kemi trajtuar këtë temën e teravive në detaje, ndërsa unë doja të ndalim edhe tek aspekti i formësimit të individit dhe formësimit të namazit brenda nesh. Sa shumë e ndihmon agjërimi besimtarin që t'jetë më i përqendruar në namaz, por edhe ta kuptoj më mirë namazin si obligim. Kur agjërojmë, e kemi barkun thot. Kur e kemi barkun thot, damarët e tonë ngushtohen prej urisë. Kur ngushtohen damarët, janë ngushtohen rrugën shejtanit. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, shejtani ecë nëpër damarët e njeriut. Kur shejtani ecë nëpër damarët e njeriut, damarët sot janë më të furnizuar me gjak e me ushqim. Ati i zënohet rruga. Kur ne agjërojmë, damarët janë më pak të furnizuar. Në farë mënyre rrugën, ngushtohen, e ngushtohet edhe rruga shejtanit. Mundësia e qarkullimit. Që ne vajt na bëj vezvese, që të na cytë në fund të këqija. Andaj, për atë në Ramazan, njerëzit falen më shumë. Në Ramazan, njerëzit bëjnë vepra më shumë. Në Ramazan, njerëzit shpejtojnë ka veprat edhe i praktikojnë më shumë porosit fetare se sa jashtë Ramazanit. Andaj, pra, Ramazani ndikon që namazi jonë tjetë ma cilësor, namazi jonë tjetë ma i përpikt, namazi jonë tjetë ma i përkushtun ndaj Allahut Gjallëshanu. Dhe, Hoxh, sigurisht që ofron disiplinë, ofron vetë kontroll agjërimi, prandaj edhe pastaj njeriu e përjeton më shumë namazin. Si të mbetet namazliu i Ramazanit i tillë edhe pas Ramazanit? Shkotim më real, bujar, nuk kërkohet edhe fetarisht që njeriu me qenë edhe jashtë Ramazanit, bashkë që është në Ramazan. E kam fjalën ata që fillojnë të falen në Ramazan, të vazhdojnë të tillë. Na të vazhdojnë. Shiko, prej muslimanit kërkohet përpjekja. Dhe Ramazani është koha më e volitshme, më e përshtatshme, më e mira.
Kur me pak arrihet shumë. Me pak arrihet shumë. Dhe ma e mira edhe për munis. Për munis, për me startu. Ka lehtësi. Ka lehtësi. Sepse pejgamberi sa më ka tregu që në Ramazan lidhen shejtanët. Hapën dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit, hapën dyert e qiellit. Allahu cakton një melek, i cili për çdo ditë thirr, o ti që po don me bë hajër, vazhdo, puno, angazhohu, shpejto, nxito ka e mira, mos u nal. Dhe thirr në tjetër kohë, o ti që po don me bë sherr, i cili po don me bë keq, i cili po don me bë trazira, propstira, nalo, stop, mos vazhdo, ktheu te Zoti xhaleshanu. Andaj në Ramazan është mas kallajti me anis mu fal, edhe me mësu namazin, edhe me praktiku namazin. Sepse në Ramazan edhe xhamiat janë më aktive, xhamati është më aktiv. Ka më shumë atmosferë. Po, ka atmosferë. Kur përmend atmosferën, më kujtohet ajo çështja e namazit të natës, që praktikohet te na në 10 në fundit. Interesant, ndodh shpesh herë disa njerëz që ndoshta me 5 kohë të namazit farzët kanë çalime. Po thonë, o namazin e natës s'penon. Pse? Po ka atmosferë. Elhamdulillah. Pra, Ramazani është shansi më i madh, më i mirë për të filluar namazin. Për me fillu namazin, për me mësu namazin, për me praktiku namazin. Shiko për janë, për shembull, një fillestar, i cili shkon me fal namazin e taravive. Pa. Në namazin e taravive, imami i xhamisë, i të gjitha xhamive, e këndon elhamin me za 25 herë. 25 nga fillimi deri në fund të këtij namazi. 20 rekate taravi këndohet me za. Edhe 2 rekate farzit të yasis bojnë 22. Edhe 3 rekate të vitrit bojnë 25. Një djalë i ri, një qikeri, edhe në qoftë më i vjetër ose më i ri, qoftë ja vendon mendjen mirë. Fatihas mund ta mësoj për 2-3 ditë. Sepse një natë, do 25 herë përsëritet elhamdulillah, el Fatiha. Andaj për një natë për 2, ai mund me mësu kujtë mirë. Edhe me ndëgju, edhe me mësu, edhe me mojt men. Andaj është rast i artë Ramazani që muslimani ose që muslimanët me praktiku edhe me mësu namazin, edhe pastaj me këte edhe me vazhdu inshallahu ta'ala. Qartë, dhe tashmë kemi telefonues që do t'i inkuadrojmë, mirëpresim telefonatën e parë. Alo? Alo, noni? Jeni inkuadru në emision, po ju presim. Ka dështuar kjo telefonat, kemi një tjetër. Alo? Desha një pyetje për hoxhën. Po? Pyetja për është, a është më mirë të lexoj më shumë Kur'an apo të bëj më shumë pyetje, të bëj më shumë lutje? Pyetja e dytë është, si ta dim që agjërimi ynë është pranuar? Kur'an apo çka ke? Lutje. Lutje. E qartë. Faleminderit. Të marrim një tjetër telefonat. Alo? Urnone? Selam aleikum. Aleikum selam. Po një pyetje unë. Po, cila është pyetja juaj? E kom gjerën në 75 vjetë, edhe nuk mundet me agjeru. Nuk mundet? Nuk mundet me agjeru se i ka smuje kronike, që nuk mundet me nejtë pa i lauqe. Po. Edhe tashti na çdo vjetë kemi qut të dikush që nuk ka pas mundësia, kena pagu Ramazanin. E si vjetë, na po jetojmë Prizren, një xhami ndërtu që ty, edhe po kërkojnë pare në xhami. A mund të shu paret në xhami, a ka se vapi një si mi shu në xhami, as do të mi edhon që nuk ka të ardhur për me ushin Ramazan. E kuptuam, faleminderit. Le të mirëpresim një tjetër telefonat. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. A bën një pyetje hoxhës? Po, cila është pyetja juaj? Para disa ditëve më ka ndodhur që e kam hongër një sheqer, din kështu të pa vëmendje, e thash apritet agjerimi. E qartë? Selam aleikum.
Aleikum selam. Parim një tjetër telefonat, urnoni. Apo, do të vazhdojmë me përgjigjet mirë. A është më mirë në Ramazan me lexu më shumë Kur'an apo me bë më shumë lutje? Të dyja janë të mira. Mirë po, lutjet nga njëherë e kanë një kohë që është i posaçëm për lutje. Fillimisht Allahu ka përmendur në mes të ajeteve të agjerimit çështjen e lutjes. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë se agjeruesi ka lutje e cila nuk i kthehet. Do të thonë lutje e cila i pranohet. Pastaj në kohë të iftarit pranohet lutjet. Pastaj në kohë të syfyrit pranohet lutjet. Kështu që është mirë me bëni një organizim të kohës. Në kohën kur ka shpresë ose ka argumente që lutjet pranohet, ta shfrytëzojmë për lutje. Për shembull, në kohë të iftarit do bëjmë lutje. Në kohë të syfyrit do bëjmë lutje. Në mes sezonit dhe kiametit do bëjmë lutje. Këto i përmena do që janë kohë kur pranohen lutjet. Kur bie shi, pranohet lutjet. Pra, kur janë kohë të cilat e dim se janë kohë që pranohet lutjet, bëjmë lutje. Në kohë tjera, lexojmë Kur'an. Si ta dim që agjerimi është i pranuar? Pranimi i veprave është ekskluzivisht çështja e Allahut. A mund ta di robi? A mund ta di robi? Por hoxhallarët kanë thonë diçka. Ata kanë thonë kështu. Në qoftë se një musliman pas agjerimit, pas Ramazanit, ka shenja të përmirësimit dhe të rregullimit të fesë të tij, të përkushtimit të tij, që ju ka përmirësuar gjendjen e vet fetare, por kjo është shenjë inshallah që ju ka pranuar agjerimi. Sepse ka ndikuar agjerimi tek ai. E ka rregulluar agjerimi, e ka nreq, e ka përmirësuar. Allahu alam. Thot Vjera, s'mundet me agjëru, kompenzimin e kemi bërë më herët, por tani në xhami kërkohen parat, pra për ndërtimin e xhamis. A bën çështjen e kompenzimit ta paguajmë në xhami? Allah alam, unë mendoj që kjo ndërtim të xhamis. Po, kjo duhet të jepet ushqim. Më saktë, që të jepet ushqim. Kjo është një sadakë. Që na, domethënë, hyn në kuadër të sadakave, mirë po, aty në Kur'an shpërndan fidjetun ta'amu miskin. Shpagim me ushqim të fukaras. Pra, ta'am të varfrit për saj. Po, mendoj që më saktë është që të jepet fukaras ose fukarave, nevojtarëve ushqim të blihet harç, që thojmë na, për nevojtarët. Allahu alam. Ka ngrënë pa dashje, e prish agjerimin? Jo, nuk e prish, alhamdulillah. Dhe për këtë ka fjalë të pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili thotë se ai i cili ka ngrënë pa dashje me harres, duke qenë agjerueshëm, vërtet atë e ka ushqyer Allahu xhalla shanu. Sepse njeriu harron, por Allahu nuk harron. Allahu din. Allahu mund të intervenoj. Domthon kur ushqehet i agjeruesi duke qenë që ka harru, Allah mund t'ja kujtoj. Allah e lën atë që ai të hanë. Ta njëm gojën e vetë me ushqim ose me ujë, kjo është për rahmetit Allahu xhalla shanu. Dhe Allahu nuk na dënon, nuk na mban përgjegjës për atë që na kur kemi harru ose gabimet që i bëjmë me harres, alhamdulillah. Kjo është për rahmetit të Allahut subhanahu wa taala. E të shohim tani çfarë pyetje sjell telefonata e radhës. Alo. Ja, alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dashka më apo një pyetje hoxhës, sot jam kon me një shoqe te Vorreza. Te nona e shoqës, ja kum shkrujt emnin,
e ka pas të fshin emnin, ja kom shkrujt emnin, me dorë tem, edhe këse shoqës i dilqin shkronjat e kuqe në sy, edhe trollim i vite. Shka mund me pas diçka aty jemi bërë se ka pasat vdekurin. Nana e shoqës, apo? Nana e shoqës? Po, nana e shoqës. E vdekura, nana e shoqës. I përfytyroheshin shkronjat e kuqe. Për mja shkrujt, ja kom shkrujt unë emnin e nanës shoqës, aty të vorri. Allah shpëlef. Faleminderit shumë. Mirë, presim një tjetër telefonat, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Se po e deshta të përshëndes ty dhe hoxhën e nderuar. Faleminderit. Edhe kem kënaqësinë kur e shikojmë programin tuaj. Deshta më bëu hoxhës një pyetje është pak komplekse, po ndoshta mund më pëlqet. Po. Puna e halallakut, nëse një person që i ke bën padrejtësi shumë nuk ta bën halallak, Allah i nërut shëndetet në ditën e gjykimit. E qartë. Jam namazdi fali 5 kohë namaz, mirë po kom gacminë të shejtanit, e kom hinë me një person shumë në gjëna, po nuk i kumbo ato punë me dashë, po kom pas ngacmine, e thashë e kom frikën se si edhe taj person më bëha halal, po përrat që s'ta bëj halal. E qartë. është fjallën e problemin bashkëtorë. Selam aleikum. Aleikum selam, do të marrim një tjetër telefonat, alo? Shëndetje, selam aleikum. Shëndetje, aleikum selam. Jam dëgjuese rregull, po ndonjëherë ka ndodhur ndërsa që më kanë ikë se kom përcjell deri në fund. Kom bë pyetje edhe me SMS. Kështu që jam interesuar në një ëndër më komentu hoxha, që se ban, që 15 vite e fali 5 vaktet, janë 5 vaklike, kështu që i kom po ëndër 2 herë, të falë me pejgamber, edhe nuk i kom tregu kërkujt për këtë ëndër, po ma vanë, ja kom nisë gjithë herë dy gjyshe me ndaj. A mund në të huda me komentu këtë ëndër? E kuptuam, faleminderit. E kemi pa mesazhin tënd, mirë po derisa ty vi radha, kemi shumë pyetje dhe po i trajtojmë me radhë. Faleminderit shumë që na keni shkruar, por edhe që na telefonuat. Vazhdojmë një tjetër telefonat, alo? Mirë, do të vazhdojmë tani me përgjigjet. Pra, shoqës i është përfituar sikur shkronjat që janë gdhend aty ishin të kuqe, pra një ngjyrë që realisht nuk pas ka qenë ashtu. Allah alem, une ndërhyra me bo një pyetje, kjo shoqja që ka pasat të vdekurën, thua që ka pas nana. Nan, po. Allahu alem, po këtu ndoshta ajo me siguri është mallëngjy, është mërzit për nanën e vetë, edhe ju kanë mush syt me lëtë, ka pas emocione. Kështu diçka do të me ndodhë. Nuk gjithsesi ose jo diçka për të shqetësuar. Domthon asesi diçka për të shqetësu, për të bërë marak, diçka njeriu muslimani është mirë me shku të vërrejzat, me u lutë për të vdekurit, edhe lutët për të vdekurit, edhe merë mësim për vete. Ato ka thonë pejgamberi alayhis salam, vizitoni vërrejzat, sepse ato u apërkujtojnë juve ahiretin. Por në fenë islame është një të hëllimi asoj mesele pak që gratë nuk është në rregull me shku shpesh. Gratë banë me shku ndonjë herë të vërrejzat, por jo shpesh. Jenë ma ndishme, jenë ma dëpta, e kështë më radhë. Si do qoftë, nuk po shoh që ka pas diçka problemate. Me siguri ka pas emocione, ka pas mërzi për nanën e vetë, Allahu më shëroft. Çfarë ndodh me atë që s'ta bën halal? Puna halalit është punë e madhe në fenë islame. Pra atë fillimisht na do të pas kujdes që mos me i lëndu të tjerët. Pejgamberi alayhis salam ka përmendur në një hadith kutsi, në fjalë të shenjtë të Zotit, që Allah ka thënë në Kur'an, men aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Ai cili ma shqetëson një të dashur tim, një musliman, muslimane,
devotshme. Kush e shqetëson atë, pa të drejtë, i kum shpall luftë, thot pejgamberi, thot Allahu në këtë hadith kutsi. Pra do më shpim kate të mëdha kur e shqetësojmë një musliman apo një muslimane. Por ne jemi njerëz. Dhe këto mund të ndodhin. Njëri nga njëherë del nga vetvetja. Dhe ju ndodh këtë gjithve. Mirë po, që ka thonë pejgamberi alayhis salam, të gjithë jemi gabimtar, po më i miri prej gabimtarve është ai i cili pendohet dhe kthehet. Andaj hapi i parë i këtij vllaut është që ky ka plotsu hapin e parë që është pendu. Është kthy te Zoti xhalla shanu. Po hapi i dytë është që çat keqe që ja ka bë X personit më ja kthy. Qofsa pasurinë ka marrë, ka mashtruar, ka bërë diçka, më ja kthy pasurinë. Ose më ja bën një kompenzim të dëmit që ja ka shkaktuar. Po nëse është ajo një dëm është i natyrës që nuk kompenzohet, atëherë duhet që të kërkoj për ti, që thëmë të lutim atë, të kërkoj për ti që t'ja baj halal. Në qoftë sa e këm gull, ti vazhdo mu lutë për atë të cilët i ke bo keq, e ke shqetësu. Lutë për të gjithmonë, që Allahu me dhonë hajre, me dhonë bereqete, me dhonë shëndete, me dhonë gjennet, edhe që Allahu me amush menën që më të bo halal. Po në qoftë se ti vazhdëm, me bo veprat mira, me bo punë të mira, me bo istikfar për atë, inshallah Allahu Gjeleshanu ka mja kompenzu ati personi ditë të kiametit edhe me ta falë ty, inshallah. Ëndër, duke u falur me pejgamber. Onër shumë e mirë, nuk di mi komentu onërat. Qartë. Kemi një mesazh thot 2 djem i thon babait pak para iftarit ta prish agjërimin. A është gjëna që i thon kështu babait? Pse i thon? Nuk ka dhënë arsye. Shiko, njerëzit nuk i din shumë rregullat e fesë. Dhe nga njerë për një vështirësi të vogël, se për shembull prindit ose atij agjëruesit ju ka terë goja, mulli me prish Ramazanin. Ose për shembull shkon te mjeku dhe na shtan elhamdullah viteve të fundit ose dekadave të fundit, edhe mjekët, shumë mjekë edhe janë praktikues të fejes, edhe e kanë mësu fejen, edhe e dinë rëndësinë e agjërimit. Se në ashtë të më një kohë më të kalun e ka qenë, agjëruesi si ka shku të mjeku, e të agjëru po, preshe, agjërimi ka fajt, Ramazani ka fajt. Jo, Allah, se ka Ramazani fajt, por që të smuje që e ka plan dikant. Andaj, njerëzit prej pa dituris, duke mos i njoftë rregullat e fejes, edhe duke mos e ndi përgjegjësinë, edhe ndashtan nga emocione që valla baba u smu, ju ke su gjendja, domthon pse dikuj i tjerët goja, ose ka një shqetësim, ose ka pak kokëdhimbje, nuk do të thonë që ai do të me prish agjërimin. Andaj ata pra nëse është me këtë qasje. Po. Për shkak të dëmshurisë që mos po e dëmton agjërimin. Mirë, po nëse ai agjëruesi, qoftë i ri, qoftë i vjetër, me të vërtetë i rrezikohet shëndeti, atëherë ai do ta prish agjërimin. Qartë. Allahu ala. Një tjetër mesazh thot nënës 75 vjeçare që fal 5 vakte namaz janë amputuar të dyja këmbët deri te gjunjët. Si duhet të marr abdes? Alhamdulillah. Kjo do të thonë pastrimi i këmbëve bjen. Edhe nëse ka proteza, do të thonë s'ka çkalon ajo, se si ka këmbë të veta. Po që të thonë ajo abdesin e merr e pastron gojën, hunën, fytyrën, krahët, jep mes kokës, i fshin vesh, që tu përfundon abdesin. Edhe nëse ka proteza, edhe nëse bën proteza, edhe nëse hec me çdo proteza, ai domos se ka obligim i la protezat, sepse nuk janë pjesë nuk janë gjymtyr të saj. Qartë. Vazhdojmë tani me telefonata. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Aleikum salam. Ramazani
Faleminderit. E kam një të sa I përket a ekziston sektor të brinave të pasak shkollë. Telefonata po vjen me shkëputje, nuk po dëgjohet mirë. A mund e merri? Ka shkëputje, Telefon. Lidhja ka shkutje. po? A mund e merri? Apo është e ndëgjut? Lutem, a mundesh me provu me telefonu përsëri më vonë, sepse ka shkëputje në fjalët tua. Na mje keq. Aqa. Mund të telefonosh në Viber, ndoshta do dëgjohet më mirë. Në të njëjtin numër. Mirë, do të mirëpresim telefonatën e radhës. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Ju përshëndet Naimi. Faleminderit Naim. Ju uroj muajin e Ramazanit. Gjithashtu edhe juve. Shoha na letën Zoti. Amin. E kam një pyetje saj për këtë burgjin. Po. Sa mu bëjmë këtë kohë, ko devaluem të euros, diçka që blenë sot, nuk mund e blenë pas një viti me të njëjta posë. Nëse I dhoj vlikuj bërgjë, a lejohet për shembull me ja llogarin vlerë të orit. Dhe në kohën kur të marrësh borxhin, nëse vlera e orit ka rrit me euro, po supozojmë, a llogaritë që ka mod, apo është vlera ole e borxhit. E kuptuam pyetjen, faleminderit shumë. Kaloni mirë, selam. Aleikum selam. Kemi një tjetër telefonat, alo? Selamin në dykym. Aleikum selam. Një pyetje hoxhës. Jam 72 vjeçare. Së na luajnë fëmija rahat. Ajo më në gjyna që ju konvertitën. As me bëj shkurëm. I kom përzom. Një natë të në muhabet I kom gjërë. Po me I përzon gjyshja, aty në ju duket omël, bre. As po të donë me ndëgju emisione, qka? Qysh? Sporin mirë fëmija, gjyshja e bërtet nga pak. Jo në gjami. A në gjami? Në gjami. Po në gjami. A në gjami, e qartë. A jam gjynat që I kom përdit e I kom përzom. Që po të përgjigjet me njerë, hoxha, rrin telefon, hoxh? Fëmija janë jeshia gjamiës. Po. Vështë fëmijën mos mi përzohen për gjamiës, po me mujtë me rrallu ka pak ata gjematë të zakonisht, me shpërnda. Ose me ilon në fund gjamiës, letë më zhurëm. Që mami në letë më zhurëm, e letë rinë nga gjamiës, se me do në rrugës e të kënë tjetër. Unë e di që, edhe unë jam si imam, edhe di që gjithmonë ata gjenatat e të vjetra, e kanë problem punë në thmijës. Se gjenatat e vjetra... është problem të koncentrimi në namaz. Po edhe jenë mësu më një kohë të kalun në kur fëmi, ka po fëmi ma pak në për gjamia. Qëtash po ka fëmi ma shumë, alhamdulillah. Edhe ata, do më thonë, solidurojnë shumë, su kur të rritë. E tash Lokja thot, a kam hinë gjuna që I kom trem, do më thonë, I kom largu. Ja, ka pas me njetë mirë. Me njetë mirë. Shpërblet si pas njetit. Besoj që e ke qartë përgjigjen. Ani, po A ma Prishtina me të, po s'porrin, po zonin, po në rrën rahat, po në prishin namazin. O, qashtu, qka me bo. Letë rinë ka fund, po në t'i marrë të nonat të veta, le të afrojnë ofër. O, ta nona po vinë ma shumë. Faleminderit shumë, faleminderit. Allah e trujt, Allah e ta pranoft, Allah e qovë në gjenet, Allah e ta shëndet, e t'jetë, të dhashtë jetë gjatë. E shala rrinë edhe shumë Ramazana, e shumë teravija. Amin, amin. Tortja e gjamiave janë gjenatët e vjetra. Jeshia e nafta fëmija, ama tortja dhe qershia mbi torte e gjamiave janë ata të moshuarit, ata plesbardhët, e ata flokbardhët, që në gati së kononë që të më shumë, edhe ato gjyshet e nana tona. E shën gjamin, mashallah. Dhe jo vetëm gjamin, shtëpin, e ku do që janë. Gjithsesi. Do të marrim një tjetër telefonat, pastaj përgjigjem me çështjes së borxhit. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Dashta me apo pyetje se hoxhës në pyetje. Po? Unë jam me numje, ja. Po jam të agjeru Ramazanin.
Me 2 mjekë që kjo më konsultua, ata më kanë thonë që më leninu Ramazani. Se kam një terapi, unë e kom pas kancer dhe e përdor një tablet në vend kimioterapi. Po. Ama, unë e pëninoj, po shumë përdorma dhe... Do thot, mjekët po thonë të agjerosh, ban me agjeru. Jo, mjekët më kanë thonë mësë me agjeru. Qartë. Po. Mirë, e kuptoj. Ti po agjeron dhe njëkohësisht po të keqësohet gjendja, po lodhesh. Po, shumë dhe kryt në brapa po më dhenë. E qartë. Shumë po më dhenë. Kur po pije ujë, që po pije ujë, shumë po pije ujë, kur po pije ujë, mas të sot, tani po shkën të mund të në zokrit. E kuptua. Faleminderit shumë për telefonatën. Faleminderit edhe juve. Do t'inkuadrojmë një tjetër telefonues, alo? Alo, nani? Salam aleikum. Aleikum salam. Deshta mja bo gjithë një pytja. Po? Për shambull, nëse si falë drejkën, një këndin, akshamin, e me falë taravit një herë, tani mi falë të mas taravive është në regull. Edhe njerë... Pas teravive me i falë drejkën, një këndin, akshamin. Po, mi falë kazatane. Masi të falë njerë taravit... Kjo për ndonjë arsye, apo? Po, për ndonjë arsye është. E qartë. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum selam. Mirë, vazhdojmë me përgjigjet. Thot, nëse na kërkon dikush borxh dhe për shkak të devalvimit të paras, a bën borxhin ta konsiderojmë në formë të arit, pra ta japim? Parja që ipët, që ashtu do të kthehet. Qofë se ti, për shembull kini... Jep para, kthehen para. Do të më kësi para. Euro, dollar. Në këtë punën e arit, që mund është me shku me bleni cop ari. Për shembull, ti ka kërku borxh 10.000 euro. Edhe ti shkon e blen një 10 gram ari, so kushtojnë, qash parafërsisht. Kërësure ti i blen 20 gram ari, po thamë, 20 gram ari, edhe japë ati 20 gram ari. Edhe i thu, mi kthen 20 gram ari. Kjo është në regull. Kjo është në regull. A në tani bë pak, a ma shumë, kjo është në regull. Dukat me dukat. Po, dukat me dukat. A mo me thonë, po t'japun e 10.000 euro. Para. Edhe që ta është bojnë që ka gram ari që s'pedi sa bojnë, e pastaj kur të ma ktheshti mas një viti borxhin, ma kthen sa qaq gram që o konë llogaria. Kështu nuk banë. Pra, sa i bje ari në atë kohë, pasaj në kohën e kthimit. Anë qovë si dënë me bote ashtu, shkën të i blen 20 gram ari, për shambull, edhe jep ati 20 gram ari. I thu, po t'jap 20 gram ari, mi kthen 20 gram ari. Kështu banë. Pra, nuk bën me kombinu kështu. Nuk banë me kombinu. Mirë, e qartë. Thot, mjekët po më thonë mos me agjeru për shkak të sëmundjes, kjo pa agjeron, po i keqësohet gjendja. Allahu alem qofë se mjeku profesionalist, musliman, i cili din çka është agjerimi, i ka thonë mos me agjeru, edhe kjo edhe vetë e sheh, që nuk banë me agjeru, nuk banë me agjeru. Mjekët, hoxhallarë që ka kanë thonë, kur agjerimi e vënën shërimin, ose e stopon shërimin, e gjithësësi edhe që e keshësën gjendin, nuk banë me agjeru. Ose lejohet me hangër. Qofë se vetëm e stopon shërimin, ose e vënën shërimin, atër i lejohet me hangër. Qiko, unë thajmë kështu, adhurimet nuk ka nërë neve më në mbytë, më në vra, më në lëndu. Në gjendje normale ne agjerojmë edhe mundohemi pak. Lodhemi pak, e shtohemi. Është sakrificë, normalisht. Kjo është sakrificë. Mirë po, jo në atë gradën me dëmtu. Pra të qofë se kësaj, sidomos se pas ka pas këtë smundjen kancerin, që është smundje rrezikshme, edhe mjeku i ka thonë mos më agjeru, mjeku profesionalist,
musliman që e din çka është rëndësia e agjerimit, që thash, jo sikur më herët që thash, mjek nga një herë veç pse i agjeru shumë, agjerimi ka fajt. Jo, pse ka fajt agjerimi, për çdo rast. Andaj, në këtë rast i kanë sugjeruar të mos agjeroj, por dhe në fakt e ka dëshmuar që nuk po i bën mirë. Atëherë domthon kjo nuk agjeron, inshallah kjo përmirësohet, e mas agjerimit, mas Ramazanit, mundohet të kompenzoj. Në qoftë se nuk mund të i kompenzu ditë për ditë, atëherë domthon e paguën për çdo ditë. Qartë. Allahu alem. Nëse nuk i fali drekën ikindin akshamin dhe këto i bëj pas namazit të teravive, thot për ndonjë arsye, pra nuk i fal. Shiko, namazet nuk kanë bërë arsye me lanë Allahi. Domthon i vetmi adhurim i cili nuk pranon çka i thonë nësoj? Prolongim, shtyrie. Nuk pranon pazar. Që më thonë, peshtim pak. Do më thonën, është namazi. Andaj, qoftë se i ka ik dreka, s'ka mujt me falë, vjen ikindia e falë, njëherë drekën, tani ikindia. Mundohu gjithsesi, muslimani, do të mundu gjithsesi, që ikindien ta falë para se me një akshami. Normal që të drejkan për para. Pra në qoftë se i ka ik dreka, që s'ban mi ik dreka, po që i ka ik dreka, ka ardhë ikindia, le ta falë drekën edhe ikindien. Mos ta lën drekën edhe ikindien pa e falë para se me një koha e akshamit. Po nëse i ka ndodhur diçka, atë do të mund do t'i falë në momentin e parë që i pët rasti. Pra në qoftë se ajo se ka falë drekën edhe ikindien, po ka hyrë akshami, atëri falë ren, drekën ikindien akshamin. Qoftë se ka ardhur acia, edhe se ka falë as akshamin, e falë drekën ikindien akshamin acia. Jo taravit. Mirë, do të vazhdojmë të presim telefonuar të tjerë. Do të ta folë acien, e që ka folë drekën ikindien akshamin e acien, pas e falë taravit. Wallahu alam. Inkuadrojmë telefonatën e radhës, alo? Alo, mi mërma. Mi mërma. Selam aleikum, desha një pyetje për hoxhën. Aleikum selam, po? Në lidhje me namazin. Po. Po shembull në sejdë kur ti je me ato në subhane rabbiyal a'la, muna me thonë mas kësajna për shembull Allahumma dua të tjera për Allahumma subhane rabbiyal a'la, anek Allahumma dhe bihamdik, jo, është një sekundë se më flitë me në. Pra lutje tjera, apo? Një sekundë, ka me jashtu. Allahumma inni eudhu biridaki min sahatik. Mundet me thonë në këtë domë, për shembull mas subhane rabbiyal a'la. Kuptuat hoq? Po. Në faqë, po shumë. Se në ashtë i pak a kesh i qartë? E qartë, jo kuptoj hoqja. Faleminderit shumë. Hajde, Allah ju dhe selam aleikum. Aleikum selam. Kemi një tjetër telefonat, alo? Alo? Po? Jam 73 vjeçare. Jem kamës mund të tashti spital komunet një muj dit, e nuk të muj me një nu, se kom një nu. Po, dhe ishta me vetë hërgjën edhe në saban, nuk po muj më të shku me falë sabajnë, a ban, kur të qëna, kur të ndelë gjumë, edhe nësë të lenë dili, më falë. Dhe ishta qëtë pytje, kam. Kuptuam, faleminderit. A ban me pagu, në shka ban me për Ramazan, se gjithë kom një nu, 5 Ramazjetë, po tash nuk muaj. 73 vjeti kam. Zotit ruajt. Amen, me gjithë juaj. Amin. Do të mirëpresim tani një tjetër telefonat, alo? Aleikum. Aleikum selam. Desha një pyetje për hoxhën me vetë. Po. Jo prom po stat me në gjatë, në 4, bona njëtë për në agjeru Ramazanën edhe janë njëse të më pëngu damra qëto, edhe janë nësë në drevë më që po në latë, edhe janë njëse të bo vekër që gjithë, edhe që shë pëngu një që ta në të këtota pra një doa, kur ki dridhje trupet, edhe
dridhja zemrës edhe frikë. Edhe shdesha me dinë si hoqë, është e vërtet që kjo. A është e vërtet që pranon duaja, po? Po, a pranon duaja në që të tri situata, për ki dridhje trupet, frikë në zemër, e qartë. edhe kur qonë. Faleminderit. Faleminderit. Kemi një tjetër telefonues. Alo? Ka ikur, në vjen keq, atëherë dashur miq, ne do të shkputemi tani për pak çaste, rikthehemi pas pak për të vazhduar tutje. Rikthehemi dashur miq për të vazhduar tutje me Hoxhën Faruk Loaj, jemi bashkë në emisionin Dritarja e Xhiruesit, do t'ju mirpresim edhe më tej na telefononi dhe në fakt Hoxh kemi shumë pyetje që presin për të marrë përgjigje. Lutje në sejdë pas Subhana Rabbiyal Ala, bëjmë lutje shtesë. Bujar fillimisht duhet nga zemra të falënderoj të gjithë shiquesit për besimin që kanë për televizion tuaj, për PIS-TV-n në gjuhën shqipe, për besimin që e kanë dhe që i besojnë këtij mediumi, që ja besojnë fejen. Sepse këto pyetje të cilat bëhen kanë të bëjnë me fejen e tyre, kanë të bëjnë me adhurimet e tyre, me saktësinë e adhurimeve të tyre. Andaj është një vlerë e madhe dhe do të falenderojmë pa fund dëgjuesit tanë, që thojmë si hoxhallar, xhamatin tonë, të cilët i besojnë këtij mediumi dhe hoxhallarëve që marrin pjesë këtu, që janë hoxhallarë të Bashkisë Islame, hoxhallarë të Kosovës, hoxhallarë të Dëshmun, të gjithë hoxhallarët e Bashkisë Islame, po them, edhe ata që vinë këtu, ata që nuk vjen puna për me ardhë, po domethënë kjo tregon që xhamati jonë gjithmonë kanë pas besimin në hoxhallarët, në udhëheqësat e tyre fetar, islam, sepse janë ata të cilët i udhëzojnë, i mësojnë për çështjet jetësore të kësaj bote, po edhe shpirtërore për botën tjetër. Zoti shpërbleft, ata inshallah ne me të vërtet bëhemi shembull që dhe jemi besnik dhe Zoti na forcon e na ndihmon që ne të përgjigjemi këtij populli dhe të jemi në shërbim të tyre. Amin. Kjo fillimisht. E pastaj sa i përket lutja në sejdë, po elhamdulillah pejgamberi alayhis salam u ka thënë sahabëve kur ka zbritur ajeti fasabbih bismi rabbika, domethënë që këtë bëheni në sejdë. Andaj na në çdo sejdë, pasi në namaz, pasi që thojmë subhana rabbiyal a'la, një herë apo dy herë apo tre herë, pastaj kemi të drejtë na lejohet është domthonë e lehtëshme që të bëjmë çfarë do duaje, çfarë do lutje të cilën ne mund ta bëjmë dhe kemi nevojë për shpirtin ton, për veten ton, për familjen ton, për botën ton edhe për ahiretin ton. Domthonë pasi që thojmë subhana rabbiyal a'la, pastaj bëjmë çfarë lutje që kemi nevojë për dyja për ahiret. Po, Lokja, 73 vjeqare, thot isha në spital, ishte cemur, nuk mundet me agjëru dhe për këtë është e shqetësuar, sepse qysh herët ka filluar agjërimin, a duhet me pagu, dhe kishte pyetjen për vonimin e namazit të sabahut, për shkak të rëndesës nga sëmundja. Zoti e shëroft, edhe është jetë gjatë, edhe është shëndet. E ja pranoft të gjitha të agjërime, Ramazana, e namazet të cilat i ka bërë. Namazit duhet të falet në kohën e vetë. Por në qoftë se dikush nuk i ka ikë sabahu, pejgamberi sa ka thonë, kush ka harru për me falë një namaz, apo e ka zonë gjumi, e falë kur ti kujtohet, apo kur ti del gjumi. Andaj, kjo normalisht du t'i merë sebepet që me uqua dhe me falë sabahin me ku. Por në qoftë se për një arsye nuk ka dollë gjumi, s'ka mujtë me falë sabahin kohën e vetë, në para lindjes së diellit e fal kur të ka mundësi, në momentin e parë që ka mundësi. Qartë.
kishte shqetësime, thot, në kohën e syfyrit, frikë, dridhje dhe ka qajtur. A janë momente kur pranohen lutjet, kur njeriu është në këtë lloj gjendje, situate? Kur bëjmë lutjet, do të bëjmë lutjet me qenien tonë. Jo vetëm me gjuhën tonë, jo vetëm me buzët tona, jo vetëm me gojën tonë. Por me përqendrim, me vëmendje. Por me qenien tonë, me vëmendje. Andaj, ti lutëm me Allahut Gjeleshanu fort, ti lutëm me Allahut sinqerisht, ti lutëm me Allahut me bindje që Allahu do të na i pranoj. Kështu që njeriu kur bën lutje dhe është i përqendruar edhe e din kujna i bën lutje, edhe i dridhet zemra, edhe i dridhet zoni, edhe rrjedh loti, sepse e din që pe lut Allahun që është Zoti i qiellit dhe i tokës, që sunduesi i çdo gjaje, po është Ar-Rahmani, është mëshiruesi i çdo gjaje. Andaj, nëse kështu ajo e ka bë lutjen, inshallah është shumë shenjë e mirë, që ajo është ka bërë për kushtim, edhe kohë e syfyrit, edhe inshallah i pranohet te Allahu. Do të mirëpresim telefonatën tjetër tani. Alo? Alo. Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam. Unë jam një anvite, jam 62 vjetë, e lexoj Kur'anin që 2 herë e kry Kur'anin, po e lexoj krejt Kur'anin dhe a ban mi lexu edhe këtë shkruanja të vogla, a veç që është me shkruanja pak më shkruanja të vogla, a krejt mi lexu. Tamam. Se krejt në Ramazan s'po muj me kry, se jam anvite vetëm, shte. Pa ti vazhdoj mas Ramazanin. A ban edhe shkruanja të timat mi lexu, a veç këtë jenë pak madhë. Tash të sqaron Hoxha. Faleminderit. Faleminderit, natën. Natën e mirë, mirëpresim telefonatën e radhës. Alo? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për Hoxhën. Po? E kam gjyshën 100 vjeçare, edhe her pas here po shumë keq, edhe kam mejtë, si me thosh, shpirti as nej as anej. Edhe deshta me thonë, a ka argument që mi prej kurban kthehet me udhë? E kuptuan, faleminderit. Mirëpresim telefonatën tjetër. Vëndërgjall. Po? Telefonatën tjetër. Vëndërgjall. Po? E kam nënët 88 vjeqarë. Po? E nuk mundet ma gjeru, a duhet që fa gjerë me bon, a shka duhet me bon. E qartë, faleminderit. Allah është për lef. Telefonuesi tjetër, urnoni. Alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Dishta një pyetje me bo? Po? Nëse ka mundësi Hoxha pak a shumë me na tregu për sevi sejdë, çu zhbohet? Faleminderit. Pyetja e radhës vjen nga telefonata që është duke pritur për të inkuadruar. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Dishta një pyetje për Hoxhën me bo? Cila është pyetja juaj? Nëse në muajin Ramazan falën gjitha mëkatet, po? Atëherë ana falën edhe namazet edhe agjërimet që s'kemi mujt me kry më herët edhe që janë pas të efekut namazet dhe në agjërim. E qartë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Kemi një tjetër telefonues, urnoni. Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje për Hoxhën. Po? Një Gjerman nuk hyn fe islame, dhe vjen gjithë gjëra me mua, dëshirën e tij. Po? E kem së vogël të, po vetëm ai. Vjen me ty në xhami për xhuma? Po gjatë, çdo xhuma vjen në xhami me mua. Ti e merr beker?
Po e që me kërë, edhe me thonë në 5 vakti, jam edhe ai në gjemodh janë regullisht. E qartë e kuptuam, falimderit. Do të vazhdojmë tani me përgjigje. Thot lexoj Kur'an, a duhet lexuar edhe shkruajnë të vogla? Në fakt unë nuk e kuptova, por me që unë e kuptova. Përkthimi i Mulla Sherifit rahmetullah alej e ka edhe komentimin poshtë me shkruajnë të vogla. Pjesën e poshtme. Po, pjesën e poshtme ose paranësh. Domethënë që me shkruajnë të vogla është komentimi i ajeteve, po. Kështu që jo, nuk ka nevojë ato, ti lexoj ajetet, përkthimin e ajeteve, e ku dikun që ki nevojë me mos qaru, që si kuptu diçka, e lexon edhe ato poshtë. Por mjafton me lexu që ato unë domethënë e çmoj këtë anvise, e cila tha i kam 62 vjet, i ka obligimet e shtëpisë, edhe nuk harron me bën një hat me spokun në gjuhën shqipe, me lexu Kur'anin, me lexu mesazhin e Allahut xhallahu. Edhe me kuptu. Gjyshja thot nuk është mirë, është 100 vjeçare, a ka argument se duhet prerë kurban për të marrë një udhë, siç e thon? Po, por kjo është një, unë konsideroj që është gabim, edhe pse është i përhapur shumë te ne në popull. Domethënë kur njeri ajo është në agoninë e vdekjes. Ajo do të vdes një ditë. Unë them që është pak edhe gabim edhe nga ona nuk është shumë e hjeshme. Se qoftë se ti po shkon, për thu valla du me prej kurbanin, që nana më morën në udhë. Cilat janë aty të udhë? Ose ka me mu kthy një jetë, me vazhdu jetën, ose ka mu kthy me vdek. Atër prona edhe vdekjen për ja dëshirojmë. Do për ja dëshirojmë aso edhe vdekjen. Nuk është e hjeshme kjo punë. Nuk di që ka argument për këtë punë. Qartë. Ne do të marrim mësim që të bëjmë lutje, të lutemi për vdekurit tanë, që Allahu të lutemi për të smurit tanë, që Allahu të shëroj. Ne gjithmonë bëjmë lutje që ata më shëru. Edhe më ia vlerëtu vdekjen, më ia bë vdekjen me iman. Zakonisht ato momente që është në prag të vdekjes. Ai as nuk han, as nuk pin, sepse është në agoni të vdekjes. E ati mund mi vënu agonia e vdekjes një gjysmë ditë, një ditë, 2 ditë, edhe një ditë ka me vdek. Gjithsesi ka me vdek. Pra s'ka nevojë nuk ka argument për këtë. Unë nuk di. Dhe mendoj që është gabim. A duhet kompenzuar për nënën 85 vjeçare që nuk mund të agjerojë? Çdo kush i cili ka një sëmundje kronike, që do të thotë se ai nuk shpreson që ka me ardhur një ditë që kom ju përmirësu gjendja, që t'i kompenzoj këtë ditë, do mund t'i agjeroj një për një, atër do mund fillimisht mas Bajramit e shpagun Ramazanin. Qartë. Sepse nuk pritet përmirësimi i gjendës së saj. Një sqarim për sevi sejdën si bëhet? Sevi sejdja do të thotë sejdja e harresës. Çka do të thonë? Do të thonë që namaz falsi, duke u fal e ka bën një lëshim, e ka bën një gabim. Hoxhallarët e kanë shpjeguar, kjo është temë e gjatë, po unë po them me pak fjalë. Fillimisht ai që falet duhet me ditë se çfarë gabimi ka bën. Sepse sevi sejdja jo çdo gabim e përmirëson. Pra sevi sejdja e përmirëson nëse lihet një vajxhib, apo vonohet një vajxhib, apo vonohet një farz mrena namazit. Pra nëse lihet farzi, nuk e zaventson sevi sejdja. Për shembull, nëse ky namaz farzi është duke fal yacien, edhe yacia e ka 4 recate. Edhe kjo është habit, ka harru, edhe ka fol 3 recate. Kur ka dhon, ose kur ull në sotën e tretë, i ka dhon nërmen që ky një recate ka mangu. E ka mangut. Këtë rast ai duhet më qunë kom, me vazhdu edhe një recatë. Sepse recate është farz. Shtyll për shtyllave të namazit. Dhe jo të bëj sevi sejdë po, duke mendu që ky do të qohet në kom, e falë dhe një recate, e vazhdojnë deri te hijat, pastaj jep selam,
edhe selam nonën e djathtë, që praktikohet e na këtu, edhe i ban dy sejdë, prap jep selam, edhe që kjo është sevi sejdë. Do të thonë, nëse e lën farzin, nuk e kompenzon sevi sejdja. Pra sevi sejdja e kompenzon vonimin e farzit, vonimin e vajxhibit apo lënien e vajxhibit. Vajxhib çka është, për shembull, është ulja mas 2 rekateve. Nëse namazi ka 3 rekate ose 4, sikur që është akşami, dreka e kindia dhe jacia, nëse ai kur e ka folur rekatën e dytë, nuk ka qëndru ulur. Nuk ka qëndru ulur. Por u ngrit në rekatën e tretë. Edhe ka vazhduar në rekatën e tretë, rekatën e katërt, kur i ka rënë në mend atij që s'ka nejt në tehiatin e parë, pra ai i ka hup tehijati, atëherë do në këtë rast ky e bën sevi sejdën, edhe sevi sejdë ja zaventson atë tehijat që ka harruar me thonë. E qartë. Pyetja tjetër ishte rreth namazit. Të kujtoj vetëm pak. Mos folja... A kompenzohen, thot, nëse pendohemi për mos faljen e namazeve apo veprimeve tjera, obligimeve tjera, me pendim a kompenzohen këta? Shiko, pejgamberi alayhis salam ka thonë namazi deri në namaz. 5 kohët e namazit. Pra namazi deri në namaz, deri namazin tjetër, deri namazin tjetër, deri namazin tjetër. Domthonë që periudhën, që të kohën pi namazit deri namaz, e pastaj pi këtij namazit deri namaz, e të ketë kështu me radhë. Pra 5 kohët mes 5 kohëve të namazit. Dhe në mes xhumos te xhumon tjetër. Dhe në mes 2 ramazanave, çka të bën gabimet falen, nëse nuk janë të mëdha. E lënia e agjerimit, lënia e agjerimit edhe lënia e namazit janë kohë të mëdha. Andaj, nëse kemi lënë namaze, duhet të kompenzojmë. Nëse kemi lënë ditë Ramazanit, duhet të kompenzojmë. Pra, 5 kohët e namazit, edhe xhumat, edhe Ramazanit nuk i falin gabimet e mëdha. I falin gabimet e vogla. Gabimet e mëdha do të bëjmë kompenzim, nëse ka mundësi më bë kompenzim, dhe të bëhet pendim i sinqert të Zotit xhallahu. Pra, nëse bëhet, pra ky pendim i sinqert për mosfetarinë e mëhershme, a duhet kompenzuar ajo mosfetari, pra që nuk është falur deri më tani dhe tani është penduar dhe po fillon me u fal, po fillon me agjeru, po i kthehet fesë, tani duhet kompenzoj për vitet e shkuara? Nëse dikush, për shembull, ka fal 50 vite, tash ai ka bë 70 vjet. Edhe pe kur i ka pas 16 vjet, 15 vjet, që ka bë obligim atij me fal namazin, tash më të vërtet është vështirë me kompenzu. Por edhe nëse i ka 25 vjet hoxh dhe nuk është falur, nuk është marrë me fen deri më tani, tani i është kthyer fesë. Duhet kompenzuar namazet e pafalura? Domethënë shumica e hoxhallarëve kanë thonë që duhet më kompenzu. Që do të thotë? Që duhet më kompenzu, që mi fal. Mirë po, është një pjesë e hoxhallarëve që ka thonë kjo është pak e zorshme, sepse ai për 25 vjet, tash me agjeru, me fal 5 kohët e namazit, është kogja zor. Po nëse ka një kohë të shkurt, i ka 1 vjet, 1 muaj, 2 muaj, kështu me radhë, do më mundet me i kompenzu, inshallah. Ama nëse ka 10 vjet e kështu, praktikisht është pak problem. Pra, me pendim mbaron kjo çështje dhe fillon një jetë e re me fe. Pyetja tjetër thotë një gjerman është bërë musliman dhe shkojmë bashkë në xhami, thot, vazhdimisht, në namazin e xumas. A kam sevap, thot, për këtë? Gjithsesi. Pejgamberi alayhis salam i ka thonë Aliut radiallahu anhu, kur e ka dërgu tek një popull në Khajber, ka thonë me u bati sebeb që më udhëzu dikush është problemi matë Allahu dhe shanu. Min hajrën nam, min humurin nam. Do më është humurin nam, është pasuri e kuqe, që ka një vlerë posaçme, do më është pasuri shumë e madhe. Andaj, kur dikush
bëhet sebeb për dikon për një vepër të mirë, ai që ka vepruar veprën e ka shpërblimin e vet. Po dhe ky që bë sebeb e ka çaq shpërblim pa i mungu atij fare. Andaj, sa që ne i bëhemi sebeb që dikush me u fal, me u lut, me agjeru, me punu punë të mira, vepra të mira, çdo të mirë që e bën dikush, që ky i pari, që bëhet sebeb për vepra të mira që i bën i dyti, i tretë e kështu me radhë, sot bëjnë këta vepra të mira, ky ka shpërblimin të Zotit xhaleshon, se bëhet bë sebeb. I ka uzu, i ka mësu. Sa shumë ka vlerë kjo. Edhe kjo vlerë në madhe të Zotit. I kthehemi tani telefonatave. Alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe ishte një pyetje për Hoxhën. Po? A bën qëllime me knu për familje? Edhe a bën pa vdes? E qartë? Natën e mirë, faleminderit. Natën e mirë. Marrim një tjetër telefonues, alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Selamun aleikum. Për ty edhe për Aleikum salam. Cila është pyetja? Ishte një pyetje për Hoxhën. Po? Kur ta lexojmë Fatmën, Kur'an, edhe që janë sejdët e Kur'anit. Edhe Bismillahirrahmanirrahim, edhe bim drejtën sejdëve. Kërë subhane Rabbil Ala, edhe unë po thom Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, apo ndoshta duhet në fund diçka tjetër. Çfarë të dishta në vetë Hoxhën. Dhe tani normale vazhdoj aty po. Pra çka më thon në sejdët e leximit të Kuranit? Pra kur kemi sejdë. Po. E qartë, faleminderit. Edhe ke pyetje tjetër apo? Bëhen dy pa, bëhen dy sejdë, aty në Kur'an, edhe tani bëna shibe, ai bëna të dita jo. Edhe shka du me bëhen, a mi bëhet dy apo me të mësu me një. Që të pyetje. Edhe njëherë lutëm, pra nëse janë dy sejdë? Se ka bënë Po të letë në Kur'an, një sejdë, me imbledh. Në thamë hajti bëj dy, ja përdem, bëhen dy sejdë. Edhe tani bëna shive, ai bëna dyja jo. A një sejdë me bëhe apo dy? Që të pyetje ka të për Hoxhën. Faleminderit. Alo, telefonata tjetër, alo? A thënë dëgjën? Po. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Sa keni punë të një? Mirë, faleminderit. Po ju? Deshta me të vetë hush, në mëngjes kur qona. Po? Si foli kur kujna. Sabah mëngjes, as prindve, as fëmijëve, as kur pa e pi një qaj edhe një cigare, s'muj mi foli. Deshta me vetë hushën, s'ka të të po për këtë arsye. Por ishe pa fol tash Ramazan dhe niftar? Jo, unë se kam fjallë bëjsh për Ramazan, se Ramazanin e agjeroj. Apo deshta pa Ramazan që jam. E qartë. Hajde ka lëshimje. Edhe ju. Faleminderit. Mirë presim telefonatën tjetër. Alo? Alo, selamu alaikum. Aleikum salam. Urime muaj shetë Ramazanit. Faleminderit, urime dhe juve. Faleminderit. Deshta me pyet Hoxhën, nëse pas 2 javë ki cikël opet, a ngjehet ajo si çrregullim apo është cikël se edhe po tutna mu fal e me agjeru, po edhe po tutna mi prish, se s'po di a është tamam cikël apo çrregullim. E qartë, faleminderit. Edhe kur të bëjmë namaz, tash prej sejdës, kur dojmë uqu, që qohemi, a është ndalume për mu majt me dur, se ka herë, nuk po mojmë uqu krejt kështu mirë, pa u majt pak puna, pak peshës, nuk e kam tonë, po mendimin e durve se nga njerën, ose po du mërzu, ose nuk po mojmë uqu ashtu mirë, pa u majt pak me dur. A është gjuna, duhet me... Shumë e qartë është pyetja, faleminderit. Tash përgjigjet Hoxha. Kemi një tjetër telefonat, alo? Selam aleikum. Aleikum salam. Deshta një pyetje për Hoxhën. Po? Është një motër muslimane, ajo fëmijë ka pas. Ose vetë, burri ka vdek, për taj se të mos pyme është edhe 3 vjetë.
Çka do të më bëhet për me kompenzuar, me pagu Ramazanin apo... Nuk agjeron. Nuk mundet më pas me agjeruar, se e ka mos në syne, është smut, është e vetme. E kuptuam? Është veç në penzion, këto nuk ka forma veç të folë. Mirë. A ka më dërsh me pagu agjerimin, apo... Tash ju tregon Hoxha, e kuptuam pyetjen, faleminderit shumë. Inkuadrojmë edhe telefonatën e fundit, sepse kemi shumë pyetje që po presin përgjigje. Alo? E kemi apo është shputur? Në një keq, mirë, atëherë Hoxha vazhdojmë me përgjigjet. Thot ta bën me bo qelime për gjithë familjen dhe pa abdes. Qelime, rrjedh për fjalës kelime. Do të thonë është fjalë që është për qëllim fjala la ilahe illallah. Është një lloj i përmendjes së Allahut. Shiko, në këtë formën që është bërë të na, nuk është transmetuar nga koha e pejgamberit alayhis salam. As kohën e sahabeve, as gjeneratat e para, nuk është bë ashtu që është bërë të na. Në fenë islame, se cili do të punoj për vete. Mas pari. E pastaj, që se ka mundësi me ndihmu dikujt, le të ndihmon. Kjo formë që është përdorur të na, domthonjë nuk ka ardhur në transmetimet pejgamberit alayhis salam, nuk është bërë. Por ti, kjo pyetja që la bëri pyetjen, le tash Ramazan, le të marrë të shpet, edhe le të shumë herë. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Është numërohet si dhikr. Pastaj pas asaj në numër të caktuar, ose të pacaktuar që e ban dhikrin, ban dua për veten e tij ose të saj edhe për familjen. Po jo më thonë për baj qëllimi për familjen, ti ban për veti. Sepse e numërohet tyje. Sepse është çështje adhurimi individual. Ai i dikuj apo nuk i jepet. Në këtë rast nuk i jepet adhurimi dikuj. Dhe në këtë rast, a duhet kemi abdes për këtë dhikër? Nuk është obligim. E qartë. Nuk është obligim. Pyetja tjetër, sejdët e leximit, pra gjatë leximit Kuranit, çka duhet thënë kur bëjmë këto sejdë dhe nëse harrojmë një sejdë, vjen radha e sejdës tjetër me mbledh apo si? Në Kur'an janë 14 ajete, në fund të së cilës do të bëhet sejdë. Kjo sejdë është normale, e ban një sejdë, edhe thu, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Është një do e posaçme që ai mund ta kërkoj në për internet, do të çka duhet më thonë. Po nëse thot subhana rabbiyal a'la, mjafton. Qartë. Edhe nëse i mbledh një sejdë 2, ban inshallah. Ama jo me lanë krejt sejdë të fund. Sepse kërkuar është që kur të lexohet Kurani, domthon kur lexohet ai ajet, aty të bëhet sejdja. Por nëse ajo ka harru ose për një rast për një arsye që ka ajo, mund ta ketë të kalu, atëherë e kompenzon. Këtu kishim një telefonues me një princip interesant, thot kur zgjohem në mëngjes pa e pi kafën apo çajin, nuk i flas askujt. Gjysën e përgjegjës së Allahut. Domthonjë që ai në Ramazan zisha o majka. Zotë ta lëvëtovë, Allah. Që po gjërëshe, Allah ti po sakrifikojshë shumë pasha Zotë. Zotë dohan gjitë kanë këtë probleme, me agjeru. Allah është për left. Amin. Ja kompenzoft që me lanë atë dohan. Jashtë Ramazanit? Por dohan gjitë një rastat që pota. Isha dyku me një të po me të nejtë, edhe tash njëni që agjeroj këtë, dikon një orë para iftarit, i kishtu një djarë të ri, mja blej një paket duhan. E tash ato paketet duhanit e kanë ato fotografit, dvrashten ato fotografit atë. Po i thekja ati djarit, ama ke blej me një fotografit mirë. S'ka fotografit mirë atë. Sa të kenë nësë mujtë kanceret e të likurës e Zotin në rujtë. E këtë që këta duhan gjitë, Zotin shpërbleft që agjerojnë, e Allah një muft me lanë duhanin. Amin. Thot kthimi i ciklit pas 2 javëve është çrregullim sepse është e shqetësuar, a duhet ta agjeroj, të falet e kështu me radhë. Zakonisht femnat e dallojnë ngjyrën e gjakut të ciklit. Nëse ngjyra e gjakut
është gjak i ciklit, atëherë është cikël. Është temë shumë e gjanë për këtë çështje, te medhebi Hanefi, me sa e diunë, ata ka thonë që koha më e shkurt e pastërtisë është 2 javë ditë. Do më që pas 2 javë, ligjërisht, sipas mendimit të medhebit Hanefi, mund të kthehet cikli menstrual si i rregullt. Ata nëse gjaku, ngjyra e gjakut është e ciklit, atëherë duhet të llogaritet si cikël. Wallahu a'lam. Thot, a bën me mbajt me duar duke ngritur nga sejdja, pra duke kthyer në këmbë? Ban, do bën nëse ka nevojë, është mos kjo e përmendë që ka herë ka mundësi nëse po të rrezohet. E përmendë në pyetje. E do të nëse ki nevojë, mbash. Nëse s'ki nevojë, nuk mbash. Nëse e ndin nevojën që rrezikohet që burzu, do ban mbajt nuk ka problem. Thot 73 vjeçaria e cila jeton me penzion, si t'ja bëjmë me çështjen e kompenzimit pasi që nuk mund të agjërojë? Allahu alam. Nëse kjo nuk ka të ardhuna të veta. Nëse kjo s'ka të ardhuna dhe këto e mbojnë të tjerët, ata nuk ka kjo s'ka që se kompenzon, sepse s'ka pasuni të vetën. Po bazohen Allahu alem në rastin e atij në kohën e pejgamberit alayhis salam që e ka prish agjërimin dhe ka ardhur te pejgamberi alayhis salam. Dhe ka tregu, ka thonë Resulullah, unë e kam prish agjërimin çështë me qëllim. Edhe i ka thonë pejgamberi sa pra dosh me kompenzoj. Dosh me kompenzu. Ka thonë unë s'mund me kompenzu se më kon e kisha vazhduar kështu. Ka thonë pra dush me shpagu. Me dhanë për çdo ditë që ka sasi të caktuar të hurmave, domethënë të ushqimit në atë kohë. Ka thonë po në skam. Edhe ai pastaj po rrin xhami aty. Erdhi dikush pe muslimanëve të Medinës, edhe i pruni sadaka parafërsisht atë mos sa ai kishte nevojë për me kompenzu agjërimin e prishur. Domthon ushqimin për 60 persona. Edhe kur e pruni dikush, pejgamberi alayhis salam i tha o ti filan, tha ti s'po të thatuat. Po çe i pruni dikush sadaka, un po t'jap ty ose ne po t'japmi ty, bëj shpagimin. E ti e bën shpagimin te ndonjë fukara i Medinës ose i vendit ku ti jeton. Ai tha, ja Rasulullah, pa ka tha ma fukara se unë Medina? Do përna ishte ma fukara o japim i den lanive. E tha pejgamberi sa më tha, merri hurmat e shko ushqeje familjen tonë. Do përna sa i s'kishte të vetat. Me këtë, po gjykoj, Allahu alem, që do më përderisa kjo nuk ka pasuni të vetën, që s'mund të mbaj as vetën, atër nuk ka punësi, s'ka me qka e kompenzon. Allahu alem. Të falimderit shumë hoqë. Zotë i rritë. Amin. Në dashur miq, kaq për sonte, faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.